Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës, me interesin e lartë të medias, pasi Veliaj shfaqet për herë të parë në publik që prej arrestimit më 10 shkurt, pjesa e parë e seancës 2 orë gjysmë, u fokusua tek fjala e kryebashkiakut Veliaj dhe mbrojtjes së tij, që dhanë parashtrimet e tyre dhe ju përgjigjen pyetjeve të Këshillit të Ministrave dhe Presidencës. Veliaj tha se u rrëmbye nga zyra pa kryer asnjë shkelje dhe se po mbahet në parapurgim me një regjim burgoseje më të rëndë se sa vrasjet seriale. Cilat shkelje të rëndë kushtetutës apo të ligjet kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë Tiranës? Përpjekja ime për të mbajtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisa politik është fuqia që më shtyp ta bëj të betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Argumentimi për shkarkimin se nuk është paraqitur në detyrë prej më shumë se 3 muajsh e cilësoi si fryrjen më të rëndë në jetën e tij, sidomos që erdhi edhe nga bashkëpunëtorët e vet. Nuk kisha se si të më thyenin më rënd se kaq. Nuk ka qenë fyra më e rëndë e zësinë publike dhe të thot dikush që ka dëgjuar fyra dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyra më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më më mirë se kushdo tjetër. Dhe që nuk dënuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo nga për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Ky akuz nuk më lëndon për fjalën dhe shkrecat e shkreta që ka prodhuar, por për pa drejtsinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, çu jam s'do më përjaj. 2 padrejtësi, nuk prodhon më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejtë, prandaj kemi përfunduar gjykatë kushtetuese sepse padrejtësia mbas padrejtësisë nuk prodhon më shumë drejtësi. Mirë, zoti Lezi, si e keni parë ditën e djeshme në gjykatën kushtetuese fjalimin e zotit Erion Veliaj dhe kujt i referohet ai konkretisht kur përmend bashkëpunëtorët e tij? I nderuar, në retorik, na kthen pak në kohën e regjimit regjime komuniste, nëse i kthehemi gjyqje politike apo asaj seancës që është bërë tashmë e njohur, ku ish ministri i brendshëm i asaj kohe i bëhet një gjyq politik brenda byros politike, Skadria Zviu, që partia ime po më dënon. Dhe pak a shumë u pasi i tillë, ky lloj qëndrimi i zotit Velia në përpjekjet e tij për të bërë apologjinë ndaj akuzave të ngritura, ai është në të drejtën e tij për të mbrojtur, domethënë që në mënyrë gjykata kushtetuese është ka marrë një vendim të drejtë në kuptimin e trajtimit e pranimit e kërkesës e tij për ta shqyrtuar, duke pezulluar edhe dekretin e presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve, sepse gjykata kushtetuese merr në konsiderat dhe trajton gjithë çështjet për ka shkeljet të rënda të kushtetutës. Dhe në gjykimin dhe vlerësimin e tyre është parë në rastin fjalë është parë si i tillë duke pezulluar dhe zbatimin e dekretit të presidentit për sa i përket zgjedhjeve lokale, ndërkohë që palët ndërgjyqëse në rastin konkret qoftë presidenca apo dhe Këshilli i Ministrave e kanë dhënë që nuk kemi para një mosmarrëveshje kushtetuese, por kemi të bëjmë një shkelje ligjore për vakancës krijuar në mungesë të ushtrimit objektiv të detyra nga ana e zotit Velia. Dhe kjo ka qenë arsye ku vendimi i Këshillit Bashkiak që është një katagrin e tij për ta marrë një vendim, dhe më e keqja është që këto që i marrin vendim për shkarkimin ishin gjithë ato të cilët i kishte nominuar dhe i kishte zgjedhë zoti Velia si bashkëpunëtorët e tij më të ngushtës, se kemi parasysh që një kryetar bashkie pa një forcë mbështetëse të anëtarëve të Këshillit që është parlamenti i atij vendi, asnjë lloj vendimi për qoftë planifikimin buxhetor, por edhe zbatimin nuk mund ta bëjë. Aq më tepër që kanë të bëjnë me këto çështje sensitive të fundit të bashkisë. Dhe ky ishte më e ndjeshme për zotin Velia, ku të bënte një bilans të gjithë përpjekjeve të tij për punët e bashkisë, që nuk e mohon askush, por nga ana tjetër, pse ky reagim i anëtarëve të Këshillit do të thotë që partia ime e dënon ato anëtarë të cilët morën një vendim, dhe nga ana tjetër u certifiku përmes një vendimi edhe akti formal qeverisës dhe i shkoi presidentit për dekretuar datën e zgjedhjeve. Dhe kuptohet kjo është një proces i cili do zgjat për hir të vërtetës, por zoti Velia u dha mundësia përmes përmes gjykatës kushtetuese të zharoj të etapë të shqyrtimit gjyqësor, që nesër pas nesër mos të çështja të konsiderohet e zgjidhur
në strategjinë e mbrojtjes së tij është që të zërohen gjithë etapat e shqyrtimit gjyqësore në gjitha nivelet e gjyqësore, shkalla parë, shkalla dytë, apelit dhe ajo e lartë, dhe në pas e drejtohet të gjykatës kushtetuese dhe këtu jemi në këtë fazë. Dhe gjykata kushtetuese. Çfarë do të ndodhë nëse gjykata kushtetuese do të vendosë kundër Erion Veliajt? Kundër Erion Veliajt nëse do vendosë, më tepër gjasat fshu janë, në kuptimin e kësaj që gjykata kushtetuese do vendos në vendimin përfundimtar dhe për kërkesat paraprake që janë bërë nga ana e zotit Velia dhe mendoj që gjykata kushtetuese do të lanë fuqi në zbatimin e vendimit, por mund të japë rekomandime të tjera për sa i përket vakancave në ligj. Qoftë për ligjin për pushtetin vendor, po ashtu edhe për rastet e ushtimit të agra presidentit kur kemi situata analoge, sepse praktika është e tillë saqë janë praktika të dyzuar në rastet ku u tha nga zoti Velia që ka pas një vakancë nga të zgjedhjet vendor për më shumë se kaq muajsh që ai që nuk ka qenë, për shembull rasti Tropojës, po edhe jo vetëm, që nuk ka shkuar në zgjedhje. Dhan ka pas edhe një vullnet politik për ta quajtur edhe çështjen në zgjedhje, përkundër atyre akuza që u bën nga opozita dhe shkoi zoti Velia sot është në masë të sigurisë dhe në rast se vendimi i gjykatës kushtetuese është i tillë saqë nuk e merr në rrezon ankimimin e zotit Velia, i bie që presidenti i Republikës të dekretojë një datë të re të zgjedhjeve dhe çështja të futet dhe të kemi një proces normal ligjor dhe kushtetues të zgjedhjes për kreun e bashkisë. Qartë. Mirë, zoti Rezi, për ta mbyllur sepse tashmë jemi në fund, do ndalemi edhe në pyetjet fundit tek zëvendës kryeministrja, një herësh edhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila është parashitur ditën e djeshme në SPAG. Si e keni parë dhe çfarë mendoni se do ndodh tashmë? Kjo është në vazhdën e atyre akuzave që janë ngritë edhe për rastin e zojës Balluku, ku opozita nuk ka qenë e kursye për hir vërtetës dhe opozita shef si një triumf të betejës së saj politike dhe siç ishte rasti i Velis, ku pas shumë procesave që ndodhen nuk shkojnë në këtë para dyert bashkisë shkojnë në këtë rezultat saj dhe mund të themi që edhe kjo e zotit Balluku, opozita shes një bilans pozitiv të luftës saj politike ndaj akuzat të ngritura ndaj, po mendoj që është një procedurë standarde e ngritur ku ka kosto për hir vërtetës për qeverisë, sepse është numri 2 më i fuqishëm publik dhe politik i qeverisjes për një akuzë e cila do kohën e vet të provohet, të ka marrë statusin e panderës dhe nuk ka një masë sigurie në dëm të saj, në kuptimin, po është një procedurë e cila vazhdon dhe zgjat, kuptohet dhe dan gjykata dhe këto organizma, dan organi i SPAG-ut vendos mbi bazën e fakteve dhe provave dhe jo mbi bazën e individëve dhe autorëve, vetëm thjesht duke i ballafaqur këto fakte dhe prova, atëherë merret vendimi ku zoja Balluku është në drejtën e saj për ta mbrojt veten për akuzën e ngritur për shkeljen e barazisë pjesëmarrëse në tendra dhe pastaj do të është një proces i cili në vetvete krahas një proces ligjor është edhe një proces politike, sepse do dhe një lloj autorizimi edhe nga parlamenti për t'i dhënë autorizim në rastin konkret një organit të SPAG-ut në mënyrë që të vazhdojmë me zbatimin e masave të sigurisë apo me çurinë e procesit që do të ndodhë dhe kjo do kohën e vet. Por mendoj që do të jetë pjesë e përplasjes dhe luftës politike dhe opozit, por në planin personal nuk do t'ja dëshiroja zotës Balluku për hir të asaj që këtë një vajzë, një femër, ne para në mentalitetin shqiptar nuk para i shohim që femrat apo gratë jenë në masa sigurie, është më tepër që përgjatë periudhës së regjimit komunist, familja e saj ka vujtur, është diskriminuar, ka lindur e rritur, e privuar në sensin e saj dhe në moment si kjo të rikthehet historia e gjyshit që ishte figura numër 2 e regjimit asaj kohe, mi fjallasht që një lloj sindromi që i ndjek një lloj pamangimi, por nuk do të dëshiroj në planin personal. Në planin politik, mi fjala ajo është pjesë e betejës e luftës politike, në planin ligjor është pjesë e betejës e luftës edhe e strategjisë mbrojtjes gjyqësore, duke parë parasysh provat dhe faktet dhe
fjalë pravueshmëria e akuzave të ngritur lidhur me atë që i është një fjalë i është njoftuar saj. E qartë.